Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët, ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku lutem të madhnueshmin Allah na bëjë për tyre. Do të ndalemi sonte me shpresën e Allahut xhel xhelalu tek disa virtyte të modestisë dhe thjeshtësisë të zotnisë së nderuar Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu. Kur flasim për virtytin e modestisë, dikush domethënë mund ta konsiderojë si diçka të thjeshtë. Mirë, varet nga cila pozitë t'jeshe. T'jesh në pozitën e Umerit, në pushtetin që ka Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, dhe të karakterizohesh nga një virtyt i tillë, domethënë siç është modestia ose thjeshtësia, me të thënë drejtën është e vështirë. Dhe vetëm ai që ja jep Allahu xhel xhelalu, ja mundson i madhnueshmi Allah, i jep suksesin të vetëm ai ja del. Domethënë është si ajo fjala e profetit alayhi salatu wassalam kur flet për sadakan, sadakaja më e mirë, sadakaja më me vlerë, thot tek Zoti i gjithësisë, është sadakaja që bën robi kur është i pasur, domethënë nuk është nevojtar, nuk është hallaxhi, nuk është i smur. Përse nuk është nevojtar? Allahu shpëlbej. Nuk është hallaxhi, nuk është i smur, se ndoshta njeriu kur është smur jep me atë pretekstin apo niyetin domethënë që Zoti me madhnit vet t'ia mundsoi të shërohet. Kur është një hall, domethënë jep me atë niyetin që Zoti me madhnit vet t'ia mundsoi t'ia largojë atë hall atë siklet. E kështu me radhë. Ndërsa personi i cili jep kur i ka të gjithë këto komponentë është sadakaja më me vlerë. Ndaj dhe modestia për cilën ne po flasim, modestia e zotnisë së nderuar Umerit radhiyallahu anhu, dhe kushdo që është në pozitën e tij, është në gradet më të larta. Arsye sepse ai ka të gjithë komponentët për të mos e pasur ato ose për të qenë kundër tij. Pra imagjino të kesh një perandori, sepse Umeri radhiyallahu anhu drejtonte një perandori. Të kesh një perandori e cila është në sundimin tënd dhe një çast domethënë ti tregojsh modestinë si rastet që do të përmendim sonte. Për modestinë e Umerit radhiyallahu anhu do të përmend disa prej atyre rasteve dhe janë të shumta, janë sinqerisht janë zakonisht shumë, por ne do të përmendim disa prej tyre. Tregohet se një ditë prej ditësh Umeri radhiyallahu anhu, i cili për të shërbyer shtetit ose për të kryer detyrën që kishte marrë mbi supe, thot este në këmbë, domethënë nuk përdorte as kafsh ose mjet lëvizje, shpesh este në këmbë. Po normalisht nuk ka pretenduar njëri se Umeri nuk lodhej, domethënë ishte njëri si gjithë tjerë që lodhej. Thotë një ditë prej ditësh pa një djalosh, ose më mirë themi jemi në kohën e shërbëtorëve ose skleverëve, pa një skllav i cili ishte me një kafsh dhe i thot atij, domethënë, a merr dhe mu? Thotë dhe zbriti nga kafsha ai që të ngjitet Umeri në kafsh dhe i thot Umeri, çfarë bëre? Thotë, ngjitu ti para se s'ka lezet, domethënë të ngjitem unë pas teje, pra me hyp veti dytë, thonë ndryshe. Ngjitu, thot Umeri, hip ti në kafsh dhe unë do të hipi pas teje. Thot, po përse o prisi besimtarëve? Thot, unë e kuptova se përse kërkon ti ta bësh diçka të tillë, duke qenë se ajo shala ose samari që ishte vendosur kafshës, domethënë i binte të ishte e buta tek Zoti i kafshës, Umeri nuk e pranon që të ulet ai në atë modestinë, po thot unë po të bie në qafë dhe po kërkoj të hipi bashkë me ty, domethënë këtë kafshë. Thot dhe shpa Umeri radhiyallahu anhu, i cili domethënë teksa mbriti aty ku donte të mbriste, zakonisht ishte në tregun e Medinës, se si ishte i hipur pas tij. Zakonisht ato që hipnin pas ishin më të vegjëlit, për brezin që e ka jetuar domethënë, zakonisht mrapa në shalë mrapa domethënë hipshin më të vegjëlit. Ndërsa Umeri nuk kishte një problem të tillë. Kur shtoi për të marrë çelësat e Kudsit, ku lutim Zotin ta rikthejë në mesin tonë sërish, na mundsoj Allahu të jetojmë ato ditë që ta shohim të lirë. Thot, kishte vetëm një kafsh dhe i ra që kur të afrohnin me hyrë në qytet, i ra që shërbëtori të rinte lart. Ndërkohë që Umeri domethënë të mante kafshën për dorë. Dhe brofi poshtë, do të kalon një prua të vogël ose një lum të vogël aty, thotë dhe brofi poshtë pra u hodh.
Thotë Omeri, çfarë ke? Dhe kishte zakon që mante me vete një thupër, nuk është se, domethënë, mos kujtoi njeri se mante thupër tash ku janë njerëzit, se nuk i kishte njerëzit për t'i rrafë. Natyra, domethënë, mante një shkop, më mirë them, jo se kishte nevojë për të. Thotë vallahi, ose ngjidhu lart ose ta hyna me këtë shkopin. Thotë është rradha jote, thotë Omer, thotë të shohin njerëzit, do thonë që do drejtohen Omeri është normalisht ai që është në kafsh më. Ç'm duhet mu me njerëzit thotë. Mu më duhet rradha kujt është. Mua më duhet se rradha kujt është. Omeri radiallahu anhu nuk e kishte problem të thuhej e drejtën ose hakun në prezencë të tij dhe ta pohonte atë më të madhe. Një ditë prej ditësh teksa rrinte me shokët e tij, thotë një person foli dhe tha: "O Omer, vallahi dhe nuk kemi pa drejtësi si e jotja, modesti si e jotja dhe votshmëri si e jotja." Një prej shokëve të Omerit radiallahu anhu thotë replikoi me një herë dhe tha: "Jo vallahi, nuk je duke e thënë të vërtetën. Nuk kemi pa më shumë se sa Omeri." Thotë pasi u mendua pak Omeri radiallahu anhu tha: "Po vallahi, të drejtën e ka ky." Kur Ebu Bekri ka pas pranu Islamin, unë dhe deveja babës tim ishim një lloj. Do thonë se kisha pranu fejnë, do thonë isha në njëjtën pozitë me të, për nga logjika, thotë, për nga arsyeja. Unë dhe deveja babës tim ishim një lloj ta. Thotë kështu që kush mund të krahasohet me Ebu Bekrin? Thotë vallahi, thotë vërtetën e tha. Për shikoni se si sillet ky zotni në Rum, se një çast njeriu domethënë e vuan atë pjesën, çdo kush. Një ndër sfidat më të mëdha të njeriu është domethënë dëshira pse jo për ta lëvdruar. Ti je sinqer. Ka qejf dikush domethënë që ta shajnë, askush s'ka qejf ta shajnë. Mirë, po e lavdrumja nga e lavdrumja ka marifet domethënë, ndryshon. Isha i ftuar diku unë dhe i hoxha zotin e roft, domethënë. Nisi me mboni një hyrje që dhe unë vetë u habita domethënë aq shumë lavdroi. Vëllai nuk i kam ato gjona, se po i kem, do isham qejf, po nuk i kam. Dhe u ktheva duke e pa. Thash hoxha veni ty zotit në roft, po di çfarë po më kujton ti mua? Thash po më kujton kur në qytetin Sanaa, kryeqytetin e Yemenit, kishin ftuar një ndër dietar të mëdhtë Kuranit famlar, dhe thotë ai thotë kur më prezantoi imami i xhamisë ose organizatori ose moderatori i këtij eventi, kur më prezantoi, thotë më prezantoi aq bukur sa më hyni vetë në qejf. Më pëlqeu fort ato fjalë që tha, thotë po edhe pse disa qëndronin, disa të tjera nuk qëndronin. Tha kur u fut me u fal namaz, një nga dietarët e mëdhtë Kuranit, kur u fut me u fal, unë gatrova thotë surja Fatiha. Thotë sa po marruam namazin i them atyre të pranishëm, i them, ja ky jam unë, jo ai që tha hoxha. Unë ky jam. Thash, inshallah thash, o Zot mos na fliq me vetë pëlqimin që mund të na kaplojë neve. O Zot mos na fliq me vetë pëlqimin që mund të na kaplojë. Pra çdo kush do ta kishte dëshirë domethënë që të lavdrojë, ose më pakta askush nuk ka qejf të shahet. Askush nuk ka qejf të dëgjojë një fjalë të keqe për veten, apo jo? Pra dashje pa dashje, edhe pse ndoshta personi i cili e flet atë për ty nuk të intereson fare, por vjen një çast domethënë dhe ti domethënë bëhesh keq. Tregohet se një ditë prej ditësh pra Omeri, zotnia i nderuar Omeri radhiyallahu anhu, thotë e kanë pa duke mbajt një shtamb me ujë në krah. Mi po këto veprime Omeri radhiyallahu anhu nuk i bënte për të dukur. Jo vetëm që nuk i bënte për të dukur, por në të njëjtën kohë i bënte domethënë për të qenë një edukim për veten, por edukim edhe për ata të cilët jetonin me të. Shihni tash, pra pse them që nuk e bënte për të dukur. Kur i foli dikush dhe i tha o prisi besimtarëve, ç'është nevoja domethënë që të marrësh gjithë atë shtam me ujë në krah, domethënë në sy të njerëzve, që s'ka lezet. Pra nuk ka lezet. A e pata delegacionin që merrti që parë, një delegacion thot nga Iraku, një delegacion i madh.
Dhe për çdo gjë domethënë i thonin Omerit si urdhro, sepse ta impononte respektin, ishte njëri autoritar me hak. Si urdhro, me thënë drejtën, tha, hyni vetja në qejf. Për filloj të më pëlqyja e gjohën ndaj dhe nisa ta edukoj veten time, mi thonë, avashare, kape shtambën aty, shërbej robëve ashtu siç duhet mi shërby. Omeri radiallahu anhu kishte, domethënë, kjo lloj thjeshtësie i buronte nga devotshmëria që ai kishte. Këtë të gjithën e kishte nga devotshmëria. Dhe për modestin duhet me punu njeriu. Ndaj edhe thuhet se përcillet men tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Kush tregohet modest për hapërt e Allahut, Zoti e lartëson. Por vazhdimisht më u tregu modest, më u tregu i thjesht. Se në një rast njeriu dhe bën, një rast. Por që ta marrësh domethënë vazhdimisht një gjendje të tillë, është pak sa e vështirë. Pra duhet punë, jo është e vështirë, s'ka asgjë të vështirë për atë i cili synon Allahun, por duhet punë në mënyrë të vazhdueshme, domethënë kërkohet punë dhe kërkohet mund. Tregon i nderuari Ahnaf ibn Qais, rahimahullahu radiyallahu anhu, dhe thot u ktheva ose vije nga Iraku dhe e gjej Omerin duke ly deven, domethënë prona e shtetit, kjo quhet deveja e sadakas. Pra shteti gjithmonë ka pas prona. Dhe prona e shtetit është vakuf. Qofshin këto tokat, të mbjellat, arat, gjitha këto domethënë janë të shtetit dhe janë vakuf. Dhe Omeri radiallahu anhu ka qenë shumë i kujdesshëm ndaj vakufit ose pronës shtetit. Ai sa të birit i Abdullahut ose një prej djemve të tij nuk ja lejonte që të përfitonte ashtu siç përfitonin të tjerët, nga kullotat që përfitonin të tjerët. Ndaj thuhet ose përcillet se një vit tek shëtisi, domethënë nëpër tregje, pa deve shumë të shëndosha, të majtë me mirë, që do të thotë që kishin pas kullot. Dhe kullotat ishin pronë e shtetit. Dikur në përfshatra i qunin haler këto, domethënë që nuk është pronë e dikujt, nuk është pronë e dikujt. Automatikisht është pronë e shtetit. Dhe kur i pa që ishin deve shumë të majme, mashallah, tha gjithë të deve të mira, dhe thonë, kush i ka të deve? I thonë, djali jot Abdullahu. Abdullahu? Po ku e ka kullotën Abdullahu? Dhe thret birin, dhe të birë, thotë, ku e ke kullotën ti, dhe më thonë që janë në gjendje kaq të mirë këtë deve? Si gjithë musliman dhe babë, thotë, dhe më thonë, tek toka vakuf e shtetit. Jo me babën, thotë, ja. Jo me babën, ja. Se nuk e bajmë, do të thotë zjarrin e xhehenemit ne. Pra, ishte tepër i prerë të kjo gjë. Ndaj, dhe kur vinte puna për të shërbyer mallet dhe pasurisë së shtetit, e gjeje vetë në krye të detyrës. Dhe thotë Ahnaf ibn Qais. Thotë gjeta Omerin e kish kapluar se kish prekur zjebja një deve dhe pa e lynte domethënë për zjebën. Po normalisht për ato që e ka parë, deveja mashallah gjithë ajo binaha e madhe. Dhe mos i e përshëndet domethënë Ahnaf ibn Qais, thotë çfarë po bën Omer? Leje do çfarë po bëj, pa hajde më jepi dorë dhe ti, domethënë ndihmo. Ahnaf ishte vali, ishte guvernador, ndaj dhe i thoi të hajde më ndihmo. Dhe shkova, thotë, ta ndihmoj dhe i them Omer, po a ka pak kush më e bë këtë punë? A ka pak kush më e bë këtë punë që po e bën ti? Pra ka skllëvër za dush. Po pse çfarë po dukem ty, thotë? Unë ty çfarë po dukem? Po dukem më i mirë nga të tjerët? Po dhe unë si tjerët jam. O vllai im, thotë, kjo deveja që shef ti, këtu ka hak jetimi, këtu ka hak fukaraj, këtu ka hak nevojtari. A ka gjë më të mirë, domethënë se ti shërbesh diçkaje që do ta kthej produktin e saj. Ku do ta kthej? Do ta kthej në të ardhur për këtë nevojtar. Pra nuk ka gjë më të mirë. Omeri radiallahu anhu kur bëi fjalë domethënë për modestinë apo thjeshtësinë e tij, se thash shpesh kemi përcjell vetëm fragmente nga ose jemi mësuar me fragmente nga jeta e Omerit, duke e parë si një person që është i vështirë marrëdhënia me të. Domethënë është i prerë, ky është qëllimi i vështirësisë, është i prerë. Thot një ditë prej ditësh po kalonte në një nga sokakët e Medinës dhe
në shtëpinë e Abbasit ibn Abdul Muttalib, thot kishën nxjerr një ulluk Abbasi, kishën nxjerr një ulluk, domethënë nga ulluqet e shtëpisë, paksa i dal, mirë po thot kishte therr një 2 zogj atje në taras, i kishte therr një 2 zogj dhe duke la atë gjakun për duke shoqëruar me ujë, Umeri po shkonte për në xhami, thot i ra ujë me gjak, domethënë bëni pis rrobën. Dhe Umeri shkoi në shtëpi u ndru pa 1 pa 2, pa problemin më të vogël, dhe urdhëron ose e bën atë veprim vet duke e heq ullukun, jo sepse u lag Umeri, o vëllezër e mi. Jo sepse u lag, jo. Po e heqë thot mos lagën tjerët. Thot kur e shef Abbasi, i thot Abbas thot e hoqja pa të pyet kur i thon. Pra e bona këtë veprim pa të pyet. E pa Abbasi tha, nuk ka problem më prisi besimtarëve. Por problemi i vetëm domethënë që kam me këtë ulluk që e shef ti, është se këtë ulluk e ka vu me dorën e vet pejgamberi alayhis salam. Pra ne e kam lënë ashtu, pra se ka qenë mundësia për shembull me largu edhe mos me i bezdis njerëzit. Pra përpiqem gjithmonë që mos t'i bezdis me këtë ullukun, po vetëm arsye pse e ka lënë pejgamberi alayhis salam e kam lënë aty. Hajde thot Umeri, thot ta vëmë thot gjejm, kur i thoni pal shkallë sepse ishte i lartë. Dhe Umeri ishte i gjatë për nga natyra e vallahi thot. Ke për të hypë si për shpatllave të mia, ke për ta vuthur dhe e shonolli. Pra, nga mund të burojnë këto veprime. Nëse ky person nuk e ushqen modestinë tek vetja në mënyrë të vazhdueshme, mund të ketë domethënë këto veprime, patjetër që jo. Ky e ushqen në mënyrë të vazhdueshme, ky e jeton diçka të tillë në mënyrë të vazhdueshme. Pa ja ka dhënë Allahu xhella xhelalu diçka të tillë. Pra Umeri me gjithë pushtetin që ai kishte, me gjithë autoritetin që ai zotronte, me gjithë respektin që gëzonte nga njerëzit, sërish kërkonte atë që është më madhështoria, që është domethënë dashuria e Allahut ose modestia dhe thjeshtësia me Zotin e gjithësisë. Ishte ai tipi që nuk kërkonte të njihej. Ishte ai tipi që e merrte detyrën dhe e kryente me amanet. Ishte ai tipi domethënë që si shtregojnë sahabët për të, thot Umeri radhiyallahu anhu dilte natën vërdall duke pa ose duke dëgju vet, pra duke mos pranuar që çfarë mund të përcjellin të tjerët, por duke dëgjuar vet kërkonte të dëgjonte se çfarë shqetësimesh mund të kenë njerëzit, do të thonë qoftë në bisedat me njëri tjetrin. Thot dhe teksa shëtiste ose shoqërohej nga një prej shokëve të tij, dëgjojnë dhe ishte shumë normale që njerëzit domethënë jetonin nëpër çadra, nuk është se ishin gjithë nëpër bina ose nëpër ndërtesa të sofistikuara të kohës. Jo, jetonin nëpër çadra dhe ishte shumë normale kjo gjë. Madje në ato vise ka edhe sot e kësaj dite që ne po flasim, ka njerëz të cilët jetojnë në çadra, po arabët marrënë në me të prit në çadër edhe sot e kësaj dite. Domethënë ti mund shkojsh tek ambasador, që janë njerëz me pozitë, domethënë mund të ketë një vilë gjigante aty ku jeton, për respekt pret në çadër, domethënë e ka vujt çadër atje në varr, me të prit atje në çadër. Nëse çadra është më e mirë nga mrena e vilës, po duhet të them që ato kohë jetonin nëpër çadra, sikurse ka edhe sot e kësaj dite njerëz të cilët jetojnë nëpër çadra. Jo gjithmonë nga pamundësia, mos ta konsiderojmë se është varfëri, por ashtu janë mësuar atë lloj jetese. Thot dhe shef ose dëgjon se si fëmijët qanin, thot dhe afrohet, pra shef një zjarr dhe dëgjon fëmijë që qanin dhe pasi e përshëndet, ishte zonja aty, domethënë ishte një grua e vet. I thot Umeri radhiyallahu anhu, thot nuk po u jep me ngronë atyre fëmijëve, domethënë pse i lë me qaf. Ajo duke mos e njohur se kush është. I thot, e çfarë do jap? Sepse ai sheh një tenxhere që me demek tenxheria po zinte, po vlonte. Po çfarë do jap thot? Thot po nga gjella që i gatu. Po çfarë gjella Allah thot? Thot ai është ujë kam vu ca gur aty mrena thjesht me u marr mend fëmijëve, pra me i mashtruar ose me i hutu që të zej gjumi se nuk kam çfarë do jap. Po pse thot Umeri?
Thot, po ja pra, thot Umeri, thot, ka bëhet reformën, mashallah, thot, e ka vu, thot, që fëmia, kjo ishte një nisë me Umeri, jepte pension, pra ndryshon të masa e pensionit, ose norma e pensionit, ose përkraja sociale, ndryshon dhe për nënat që fëmijët e tyre i kishin përgjiri, dhe për nënat që kishin fillu fëmijët e tyre me ngrënë. Këta që kishin fillu fëmijët e tyre me ngrënë, u apaksonte atë normën, se domethënë llogaria e Umerit ishte e tillë, nëna që i jep gjë për të pi, ka nevojë për ushqim më shumë. Pra ka nevojë të ushqehet më shumë. Mirë po, njëri i gjallë i kish kalu pjesa që shikoj se fëmia po la gjirin, me çfarë do të ushqehet? Do të kërkoj më hëngër ushqim. Thot, ja pra Umeri, thot, na ka po zgjedhje, thot, për mashallah, thot, vend se me shtu atë përkrajen sociale, domethënë vjen ky çasti, thot, që Umeri domethënë e ka paksu. Shkon Umeri, kthehet edhe një herë tek depoja që kishte shteti ose rezervat e shtetit dhe vën ushqimen krah me një thes. Dhe personi i cili e shoqëronte i thotë që më lejo të të ndihmoj unë. I thotë Umeri radiallahu anhu, jo, thotë lutem lejo të të ndihmoj, pra ne e bëjmë rrugën bashkë. Një copë rrugë ti, një copë rrugën. Pra nuk do na gjej gjë nëse e ndajmë këtë peshë. Po më garantohet, thotë, se kur dalim përpara Allahut në ditën e gjykimit, do të marrësh përsipër barrën time, ti jap marrësh barrën time, thotë vallahi atje. Fart dupa atje ja. Habitem në herë vëllezërit e mi ku dëgjoj guximin e shumë personave, qofshin dhe hoxhallara, kur i thu domethënë që a ma man qafti këtë, pra për ku, për në ditën e gjykimit. Po ta maj unë qafë. Vallahi unë për vete kam frikë. Për Zotin kam frikë. Edhe me ditë, ore, me qenë dhe hak. Po tjetër hak, shtërëzika unë me të majtë në qafë ty veprimet e tuja. Unë përpiqem, po jo se të të majnë qafë. Ndaj dhe çështja domethënë e prisit, i çfarë do lloj prisi? Qoftë pris quhesh edhe në shtëpinë tate, pra i pari shtëpisë. Pris një xhami, pris një qytet, pris një institucion, një shteti, këto janë përgjegjësi të cilat shtohen. Ndaj dhe profeti alayhis salam kur ka folur për prisin, po konkretisht domethënë për imamin, ka thonë Allahumma arshidil a'imma waghfir lil muadhdhimin. O Zot, udhëzoi prisit, pra për nga e drejta, për nga e sakta, që të veprojnë drejt e sakt, dhe fali gabimet e muezinëve. Se muezini edhe gabimin që bën nuk i ka pasojët e veprimit të imamit. A kupton? Ndaj dhe Umeri radiallahu anhu i thot, a më man këtë barë? Dhe pra thash ke kjo pjesa që habitem se si dikush thot, asë ta maj unë dhe për së maja si jo, vallaj për sipër. As si jo. Që ti bëjmë dhe më thënë që nështë nuk thejet koha mrap që mos me majt asnjë, vetëm familjen në qafë. Se ç'po duhet, sa më shumë njerëz ke që të ndjekin, njerëz që të pyesin, njerëz të cilët lidhen pas teje, aq më shumë shtohet përgjegjësia. Si tha Sulejman Kanuni, Sultan Sulejman Kanuni rahmeti pas shpirti, kur vdiq ndër të tjera, tha la amanetet shumë, apo një prej amaneteve ishte edhe ky, kishte një kuti të madhe, një synyk, thot porosis, pra testament është që ky synyku të groposet në mua, pra të varroset në mua. Normalisht që kureshtje njerëzve mendoj dikush se mos ka gjëra të shmuara. Dhe kjo nuk lejohet, dhe më e lën me amanet. Pra le amanet për shembull baba, nëna, kushdo qoftë. Këtë ta varrosh me mua, këtë të ma fusësh në varr. Po që gjë me vlerë nuk lejohet. Me vlerë materiale nuk lejohet. Ka marrua ajo pjesë për to. Po që diçka që ka vlerë tjetër, domethënë nuk është vlerë materiale, por është vlerë tjetër, lejohet. Ka raste ku duhet me çu në vend dhe ka raste domethënë ku thjesht është e lejuar. Dhe e pyetën dhe i thënë që çfarë ka i synyk aty që ti po e lën amanet. Tha këto janë për 46 vite pushtet që ai kishte sundu. Këto janë çdo vendim që un kam marr që është lips, domethënë të pyes, dhe të konsultohen me dikë, janë fetvat
e myfti lerve. Dhe myftiu i asaj kohe ishte Ebu Suud Efendiu, rahmeti pas shpirti, i cili filloi duke qenë dhe tha: "Ky e paska ble kënaqësinë e Allahut se ka pyet për fenë e Zotit. Ne me çfarë kemi shit? Pra se kur i e përgjigjur tjetrit, ti e ke shit domethënë sepse ai e ka ble, ai e ka marrë ti përgjegjësinë mbi supe. Ne thot me çfarë kemi shit. Dhe kështu dhe Omeri domethënë i thonte këtij personi që ama merr këtë përgjegjësi mbi supën ditën e gjykimit, jo s'ta marr. Atëherë leje se e krye vet. Thot dhe shkon tek zonja e nderuar duke i servir domethënë ushqimin që tu gatuan te fëmijëve dhe qëndroi aty, nuk pranoi të largohej, se i thot ky person, ikim tash domethënë, ja çum amanetin, ikim. Jo, thot Omeri. Derisa ti shoh që janë të ngopur dhe flejnë qetë. Vetëm atëherë thot mund të largohen. Thot dhe pasi u ngopën fëmijët dhe i zu gjumi, i thot asaj zonjës, nesër mund shkosh tek selia e Omerit, shtëpia moja, ishte selia e Omerit, shtëpia e tij, dhe ta takosh për hallin tënd, sepse Omeri e ndryshoi domethënë të gjitha të vendimin e tij që kish pas vepruar ose që kish pas praktikuar deri në atë kohë, ku thonte domethënë që kur fëmia ka filluar të haj, të paksohet nënës domethënë ajo mbështetja ose përkrahja sociale. Thotë kur shkoi të nesërmën u habit zonja e nderuar se personi me të cilin ajo kish komunikuar ose personi i cili ishte gjendur pranë ishte pikërisht Omeri dhe i thotë që të kërkoj ndjes, domethënë ndoshta fola disa fjalë të cilat nuk duhenin përmendur mbrëm. Thotë Omeri radiallahu anhu, unë të kërkoj falje ty, dhe i kërkoj falje, thotë, dhe i bëj istighfar Allahut, i kërkoj falje Allahut, për këto të cilit i kam bërë padrejtësi. Omeri radiallahu anhu në modestinë e tij ishte shembull maksimal. Ishte shembull maksimal deri dhe me fëmijët. Me fëmijët. Thotë, tregon një prej fëmijëve të asaj kohe, që në të ardhmen do të ishte një burr me patjetër. Thot ishin mbledhur si kalamaj për shku me ngrënë domethënë tek hurmat e sadakas, hurmat e shtetit. Detyra e nënës dhe e babës është që fëmin mos me leju me konsumu diçka që është e paditur, e panjohur. E kanë për detyrë nëna dhe baba diçka të tillë, pra me javu ndukje. Thonë dhe aty që lloj Omeri, kur që lloj Omeri, thotë fëmijët janë mbathën, vetëm njëri qëndroi. Thotë Omeri çfarë po bën? Vallai thotë erdhën me ngrënë hurma, thotë dhe kishte mbledh një prerë me hurma. Thotë po pse? Vallai thotë i kam kaput në tokë, domethënë i kam mbledh në tokë. Pra ishin zakonisht ato që i hidhte erë. Ata nuk i merrte kush në llogari për këto që binin në tokë, ndërsa këto të tjerët vilenin dhe shitenin normalisht. Mirë, thotë Omeri, thotë, po ato shokët e mi që i ikën me vrap, sa ato nuk morën gjë. Pra ato po tentonin me ngrënë nga dega e pemëve. Thotë si do ja bëj me ta se tani kur të shohin që un kam hurma do mi hanë se jam më i vogël. Ku e ke shtëpinë, thotë Omeri, thotë filan vend, do të çojun, thotë, dhe çoj të deri tek shtëpia. Ku gjende kohë ky zotni, domethënë, me drejtu perandorinë më të madhe të botës, me majt drejtësinë maksimale, me ju përgjigj dhe familjes vet, se sikur se do e përmendim, Omeri ka pas dhe një familje të madhe. Ku e gjende kohën? Përfundimi, konkluzioni domethënë që dalim në mënyrë të vazhdueshme është bereqeti vjen prej Zotit. Vallahi, kush është i sinqert me Allahun xhel xelalu, Zoti ja jep. Bereqeti vjen prej Zotit, por duhet me qenë i sinqert. Po s'patë sinqeritet me Allahun xhel xelalu, mos kërko domethënë gjëra logjike. 1 + 1 bëjnë 2. Kjo sa don, kjo don x gjë kërkon 2 orë punë. Atëherë e supozojmë për të montuar tash 5 dritare më duhen 10 orë. Nuk bëhet llogaria kështu. Kjo është llogaria jonë njerëzore, por patjetër që duhet ta bëjmë. Ka njerëz që u jep Zoti bereqet, ndaj dhe duhet mi kërku Zotit bereqet në ymër, në jetë, në familje, në kohë, në studim, kudo. Nuk i del llogaria
po ja që dalin gjërat kundra llogarisë. Kur i kanë llogaritur Imam Ibn al-Jauzit, edhe shumë dietarëve të tjerë, ndërta domethënë edhe Ibn Jarir at-Tabari, kur kanë llogaritur volumet e veprave që kanë shkruar, thotë i ka rënë një mesatare që nga mosha që është bë bylyk, pra 12-13 vjeç, derisa ka vdek, për çdo ditë do të ketë shkruar 14 faqe. Mirë, pa ai nuk ka shkruar 2-13 vjeç. Ai domethënë ka pas shumë kohë e ka shpenzuar për studiuar. Shumë kohë e ka shpenzuar në mësimdhënie dhe një pjesë me familjen e patjetër dhe një pjesë kohës e ka pas për të shkruar. Për si e ka arrit diçka e tillë. Vëllezër e mi, Ibn Jauzi rahmeti pas shpirti pa të lënë me amanet që kur të vdesi ujin të janë nxenë me atë çfarë kishte pref lapsin, pra me mbetjen e lapsit, me drurin që ka plumbi brenda i lapsit, domethënë. Thotë dhe, pra imagjino, pra i kishte rujt gjatë gjithë jetës, sa herë më prifte lapsin, i runte në një vend aty, çfarë ishte kjo? Kjo ishte thjesht dëshira e tij. Edhe kjo do të dëshmonte tek Allahu xhelle xhelalu, qoftë për shfrytëzimin e kohës, por qoftë dhe për shfrytëzimin e mirësive të Allahut. Thotë mjaftoi normalisht thotë për të ngrohur ujin. Imagjinoni domethënë sa e hollësh ajo që e mpref lapsin, digjet shpejt më, si letër, fap direkt. Ai shumë kishte pasi në Jauzi, sa thotë mjaftoi të proje kishte prapë aty domethënë për të nxjerrë ujë tjetër prapë dhe për të tjerë. Dhe ky zotni i nderuar ku e gjeti kohën, supozojmë si rasti konkret, ku e gjeti kohën për të realizuar ato që thotë i kam shkruar me këto gishta 2000 vëllime libër. Ku e gjeti kohën? Pati domethënë deri dhe burgosje përjetoi, edhe burgosje përjetoi, edhe internime, shumë gjëra të tjera. Ku e gjeti kohën? Ky është bereqeti. Dhe në jetën e Umerit radhiyallahu anhu, ku e gjeti kohën? Bereqeti për Zotit. Në arritjet që bëri pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku e gjeti kohën? Ne sot për të studiuar jetën e profetit alayhi salatu wassalam në detaje historike, po themi, nuk e fol domethënë në zbërthimin e këtyre detajeve ose nxjerrjen e urtësive për jetën e profetit. Po thjesht në studimin fizik të duhen vite, të duhen shumë vite. Dhe ti habitesh domethënë që thjesht për të mësuar informacionin, për të marrë bazën e këtij informacioni, ty duhen vite me radhë, vite jetë, vite mund, vite studime, lexime e gjithçka tjetër. Dhe habitesh ku e gjeti kohën të realizoj gjithë ato gjëra. Kur ti kërkosh Allah, pejgamberi alayhi salam na ka mësuar që kur ti kërkoni Allahut, kërkoni çfarë? Firdausin. Thotë se ai është mesi i xhenetit dhe grada më e lartë në të njëjtën kohë. Ndaj dhe kur ti kërkosh Allahut, mos i kërko sasin, por kërkoj bereqetin. Shko dikush për shembull dhe thotë, e supozojmë, domethënë lutet dhe thotë, o Zot, më mund Zot jetoj 100 vjeç. Po ja jetove 100 vjeç. Po pastaj kërkoj Zotit me dhënë bereqet në jetë. Dikush tjetër lutet dhe thotë, o Zot, më jep $1 milion. Ti jep Allahu $1 milion dhe si vin ikim ti asigjonte. Kërkoj Allahut bereqetin e vëllezër. Mund t'ju përmend nga eksperiencat e mia personale kjo pjesa e bereqetit, domethënë kishte raste kur ishim student, unë personalisht dhe shumë tjerë, normalisht nuk kemi qenë student me bursë. Kishte raste domethënë që në xhep 500 lekë vjetra me tonët mund të kishim komplet, s'kishim asgjë tjetër. Dhe në Siri 1 kilogram bukë bënte 300 lekë vjetra. Mi po bukën edhe thatë do të hajshë, se të donte edhe një gjë tjetër. Kishte raste që të rinte ai 500 lekë aty ditë me radhë. Unë nisë që për shembull me hyp në furgon, në linjat që kishte atje. Kishte furgon dhe kishte autobusi ishte më i lirë. Furgoni ishte 100 lekë me tonët. Dhe kishim për të bërë për shembull 10-12 kilometra rrugë. Ja pa ikin kam. Ikshim kam, u kthenim kam. Po aty rrinin ato i 500 lekë, po aty rrinte.
Domethënë kishte i bereqet. Domethënë mos kërko sasin, kërko bereqetin. Kërko bereqetin të t'i japi Allahu të gjitha. Njet, kërkoj Allahut bereqetin. Kërkoj Allahut bereqetin. Se ka njerëz të cilët në shifra kanë shumë, po hynë e dalin, asnjë tjetër. Ndaj dhe Umeri radiallahu anhu si arriti të gjithë këto gjëra, domethënë në jetën e tij, se ne tani po flasim në jetën e tij si prijes në 10 vite. Sepse i jetoi me bereqetin, i kërkoi Allahut bereqetin, jetoi me bereqetin, arriti të realizojë këto gjëra. Pra ishte në shërbim të familjes tij, ishte në shërbim të shtetit të cilin ai drejtonte, ishte në shërbim në llogaridhënie madje në kontrollimin e atyre të cilët i kishte emëruar nëpër qytete ose shtete të ndryshme sot, domethënë si Iraku, Siria, Palestina, etj, vende me radhë, domethënë që sot janë shtete, dikur quhenin zona ose treva, edhe kontrollonte edhe këto, shkonte dhe i verifikonte në një herë lajmet vet dhe gjente kohë për adhurim, gjitha e çuditshme. Por ai që jeton me Allahun mos u çudit. Vallahi kush jeton me Zotin e gjithësisë, për Zotin e gjithësisë, Zoti i jep bereqet. Lutem ty më madhnueshmi Allah na jep bereqet në jetën tonë, familjet tona, kudo që ne shkojmë, kudo që ne endemi, kudo që ne gjendemi. Lutem ty më madhnueshmi Allah na mbulosh me bereqet, mirësi e begati në dynjë dhe në ahiret. Lutem ty më madhnueshmi Allah të falësh gjunahet tona, taksiratet tona, lëshimet tona. Lutem ty më madhnueshmi Allah të na japësh vllazëri, të na vllazërosh me njëri tjetrin dhe na tu bosh me ngryje e dashmin të gjithë krijesave, Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam, në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.